Disa pronar furrash në kryeqytet e shohin të paevitueshëm rritjen e çmimit të bukës pas vendimit të zyrës së rregullatorit për energji për shtrejtim të rrymës disa ditë më parë. Rritja sipas tyre mund të variojë nga 5 deri në 10 cent. 100% që ka mundësi që rritëm për momentin ju, prej verë s'ka mundësi po. Ta i detyrohme ana me rritë çmimin, apo kupton? Se ka mbi 6 muaj, do prej shtatorit të vitit kalu, që janë rritë minimumi 30-40% rritë. Pa ju rritë që tash ku në mramu rritë prej njerë e 9 cent, tash është njerë 49 cent. Nga shoqata e mullistëve besojnë si kjo mund të ndodhë javët në vazhdim, kur edhe do të vërejën efektet e para të vendimit të ZRE-s. Çdo shtrejtim në elementin e vetë ndikon. Ata punojnë derisa nuk ndikon, punojnë me humbje. Kur fillojnë me humbje atëherë mundën me shtrejton, nuk në atë moment jo. E shtrejtimi i rrimës është një barë rëndë. Edhe njohësi i ekonomisë Fidan Qerimi pret që rritja mund të ndodhë shumë shpejt. Po sa që të marrin faturat e para të energjisë elektrike, bizneset do të reagojnë në mës nështë edhe më shpejt se sa marrja e faturave të para. Se cili biznes planifikon të fitimet sa do të ketë. Rritja e fundit e çmimit të bukës është bërë në vitin 2021 nga 40 në 50 cent, shkak për këtë atëherë ishte rritja e çmimit të miellit.